Ne jemi të gjithë një mendimi se duhet patjetër të ketë ndryshime në ligjin për asimzak, ndryshimet vijnë edhe për shkak të ndryshimeve teknologjike dhe zhvillimit në përgjithësi shoqërisë në aspektin ekonomik, industrial e shumë të tjerë. Të ndalem konkretisht në nenin 74. Neni 74 thot anëtarët e Senatit të zgjidhen për periudha 4 vjeçare, me të drejtë rizgjedhje. Propozimi im konkret është që këto të bëhen për periudha 2 vjeçare, me të drejtë rizgjedhje. Në mënyrë që të themi kështu mos ketë monopolizim dhe një mendësi edhe në vendimmarrjen e organeve të universitetit. Neni 78. Rektor, nuk ka kritere se cili organ në universitet mund ta shkarkojë rektorin në rast për shembull që ka parregullsi në mënyrën e menaxhimit. Kjo nuk duhet t'u lihet vetëm organeve të jashtme. Kjo duhet të zgjidhet edhe brenda universitetit. Për shembull, në ligjin aktual ka qenë që nëse nuk miratohet buxheti financiar vjetor i Senati nuk miraton buxhetin financiar vjetor të rektorit, është arsye për të filluar procedurën e shkarkimit. Një element të ngjashëm të tillë duhet të ketë edhe në ligjin e ri që organi Senatit, për shembull, ketë mundësi të veprojë nëse shef arsye për të vepruar. Neni 97. Nëse fakulteti nuk arrin të zgjedhë dekan në kohë, rektori cakton ushtrues detyre për periudhë 2 vjeçare. Kërkoj që kjo të zvogëlohet në 6 muaj, sepse periudhë 2 vjeçare është periudhë gjatë që jep mundësinë rektoratit të influencojë mbinjësinë akademike, pra mbinjësinë e universitetit.